Historia e arkitekturës së mass-medias shqiptare është thuajse aq e lashtë sa edhe kinemaja në vetvete. Pak vite pas shpikjes së saj, shqiptarët i sollën projektorët e kinemas në këto troje, ende pa patur Shqipëri. Janë apo jo shqiptar vëllezrit Manaki, Milto dhe Janaçi, kjo është një tjetër histori. Ahmet Zogu, mbreti i shqiptarëve, u impenjua dhe fal angazhimit personal me 28 nëntor 1938 u mundësua nisja e transmetimeve të Radio Tiranës. Për pak muaj Shqipëria ndroi tërësisht drejtim dhe u pushtua nga italianët. Radioja ka funksionuar edhe në luftë, e me siguri ka qenë objekti propagandës për regjimin në pushtet. Por regjimet i zhdukin gjurmët e njëri tjetrit dhe dëshmit janë të pakta për periudha të caktuara. Pas luftës së dytë botërore, një tjetër medium do të merrte rëndësi të madhe për pushtetin e ri. Po kishin kinemat të trashëgoheshin, kinemat të trashëguara nga e kaluara. Kanë qenë 18 kinemat të trashëguara nga e kaluara, të cilët u sekuestruan në vitin 47. I mori shteti, u krijuan ndërmarrja shtetërore kinematografike që i administronte. Pavarësisht sepse në të kaluarën gati 85% e popullsisë ka qenë analfabete. Po shqiptarët gjithnjë janë dalluar për përvetësimin e të resë. Edhe vetë fakti që këtu kanë filluar kinemaja në Shqipëri, historia e kinemas në Shqipëri është 2 vjet mbas lindjes kinemas botërore, në 1897, kjo tregon që këtu ka patur një kërkesë të publikut. Më vonë kjo kërkesë u shtua që edhe filmi të fliste shqip. Jo vetëm ta dëgjonte në gjuhën e huaja që ishin çike vështirë atyre se nuk dieshin gjuhën e huaja, por të fliste filmi shqip. Edhe kjo që edhe një nga shkaqet që ju kushtua kinematografisë shqiptare, përveç anës propagandistike, që shteti ishte interesuar të bënte propagandën e tij, t'ia kundërvinte propagandës të huaj. Çdo pushtet, për të mos thënë çdo regjim, sepse më pas rezultoi të ishte i tillë, e ka për zemër propagandën. Këtë e ka vërtetuar më parë edhe nazizmi, fashizmi apo stalinizmi sovjetik. Projekti i parë për ndërtimin e kinostudios ka qenë vitet 47. Dhe u ngarkua për këtë se ne nuk kishim as kuadër, as eksperiencë, atëherë kishim marrëdhëniet me jugosllavët. E mori përsipër kinematografia jugoslave për të dy. Ata e sabotuan, e vononin gjithnjë dhe donin çdo gjë të vareshin prej tyre. Derisa u pren marrëdhëniet 48-ën, pastaj e morën përsipër ndërtimin, projektin e kinostudios, baza, ajo qendra bazë që është atje, dhe jo ato atelierët e tjerë. E morën përsi projektin në rusët, edhe u ndërtuan në 52-shin që u inaugurua. Nën kontrollin e ndërtuaj ne shqiptarët, ndërtuan nga shqiptarët, por ishte në nënvizhgimin e një inxhinieri rus. Edhe ai projekti e asaj kinostudios praktikisht është projekti atyre shtëpive të kulturës të Bashkimit Sovjetik. Unë kam hyrë për herë të parë në 1972. Isha ende student dhe më fton një shok, që e kisha shok kursi, pa i bashkëpunonte me radion edhe ishte më i njohur. Shkova të nesërme, edhe u futëm te studia 5. Te studia 5 ishin një 4-5 fëmijë që sot janë gjyshër ata. Bëra një 2-3 batuta aty. Në kohën që mbarova dhe zbrita poshtë, fillova të mendoj, thash, more, po këtë që bëra unë e kanë dëgjuar të gjithë dynjaja, të gjithë këta që shkojnë, e kanë dëgjuar me atë naivitetin e njeriu që se ka haberin, kupton apo jo? Institucion arriti të bësh nga bolshevikët, për arsyen e vetme që një filozof, Georgi Plekhanov, bëri diçka shumë interesante, që futi konceptin e propagandës dhe konceptin e agjitropit, të cilin ne kemi shumë të pranishme, sidomos në filmat tonë, të cilat i referohen periudhës mbas luftës së dytë botërore. Me anë të propagandës, duke shfrytëzuar zakonisht mjete
jo të plota, ose përfundime jo të plota, përfundime jo të provuara, dhe të gjitha me fuqin e një lloj manipulimi për të shkuar më drejt, më shpejt dhe për të arritur tek një qëllim ose disa qëllime të caktuara të njerëzve të cilët e drejtonin propagandën. Kam patur një konflikt me Liri Belishovën, ishte sekretare e Komitetit Qendror atëherë. Edhe thash që kjo nuk është fjalë e fundit e teknikës. Kjo ka pamjen si ashtu. Por kjo ka defekte, duhet ta zëvendësojmë këtë teknologji. U konfliktuam atje ajo i ra tavolinës, bam, me krush. Ju ta s'dini ti përdorni, prandaj tha. Tash unë kam qenë në Çekoslovaki, thash. I kam parë këto pajisje i instaluar, kam marrë pjesë në instalimin e tyre, thash. Dhe ata pas 6 muajve me gjithë modifikimet që u bën, thash, i hoqën. Më kundryshuar një herë, pastaj bëm një projekt, unë ngula këmbë që ne duhet ta zëvendësojmë se unë fundi do ta drejtoj këtë teknikë. Edhe do përgjigjem për cilësinë teknike të filmit. Prandaj unë nuk mund të përgjigjem kur e di vetë që këto nuk e kanë një cilësi të tillë. Edhe u bëm një studim në 58-ën, një studim që e mori që e shkruaj sekretariati i Komitetit Qendror të Partisë. Liri Belishova atëherë ishte sekretare për propagandën, Nexhmia Hoxha ishte drejtoreshe e kulturës, më dëgjuan. Edhe filloi gradualisht të zëvendësonin aparaturat që kishin ardhur nga Bashkimi Sovjetik me aparatura të reja. Fillimisht nga Zvicra, këto të zërit, të regjistrimit të zërit, pastaj morëm pajisje të tjera. Laboratorin fillimisht e morëm në Republikën Demokratike Gjermane, pastaj morëm nga Italia. Kinostudioja e kishte nisur punën e saj tashmë si pa kuptuar dhe drejtuesit komunist e donin kamerën kudo. Mirë po jo gjithnjë ishte e mundur, sepse herë teknikisht e herë profesionalisht kishte situata të vështira për të menaxhuar. Nga ana administrative Kinostudio varesh nga Ministria e Arsimit, praktikisht po orientimet e mirë nga Komiteti Qendror i Partisë. Edhe me Lirin vetë kemi patur konflikte. Bile shqyr që nuk e zbuloi se më do kishin arrestuar, se ne nuk kemi xhiruar Enver Hoxhën që shkoi në Moskë, atëherë delegacioni qeveritar. Ajo mori mua në telefon në mëngjes, në orën 7:30 do nisë delegacioni qeveritar me në krye shokun Enver dhe shokun Mehmet apo në Moskva. Prandaj merrni masat. Unë s'kisha asnjë operator. Një operator ishte në Cerrik, që po ndërtoi Cerriku. Një ishte në Myzeqe, një ai operatori kryesor ishte i smur, ishte paralizuar në shtëpi. Kur pas një çerekore erdhën 2 makina të reja të Komitetit Qendror në Kinostudio. Thira teknikun e aparateve që kishte këto, aparatet, kamerat, thotë. I thashe, bëj gati kamerën edhe atë të zërit. E thirrja teknikun, ai tha, kemi një kamerë apo nuk punon? Ai thoshe, nuk punon, i thoshe, punon. Praktikisht atje ne xhiruam vetëm zërin, delegacionin që shkoi në Moskë, figurën nuk e xhiruam se kamera ishte spunonte. Unë tash i prisja kur të më vinte gjëma të më pushonin nga puna, po ti mbushesh mendja Liri Belishovës të shikoj materialet, çfarë do t'i them? Në bashkëpunim e sipër, domethënë doja që edhe të punoja, ta bëja punë të përgjigjesh, apo edhe të ndiqja ato që duheshin për mbrojtjen e diplomës. Edhe doja të vrapoja, se sa arria kohën, vrapoja në për shkallë, në për korridore, bambum, në për studio, shkon atje, merr atë, merr një bobinë, zbrit një gjithu, Ne fo miftiu drejtoresha e radios, pyeta Agron Çobanin, more Agron i thot, që është një djalë, thot, një djalë i ri, thot, që e shoh që vrapon në për korridore. Po është një student, thot, ai po do të marrë një honorar. Është djalë i mirë, thot. I mirë duket, thot Agroni, thot. Qofse është djalë i mirë, thot, futeni këtu në mbledhje. Ishim poshtë e holli atje të ashtu. Hyra për herë të parë në radio. Dhe që nga ajo kohë pastaj vazhdo, Radio Televizioni bëri kërkesë. Edhe po të kërkonte Radio Televizioni s'kishte diskutim. Edhe më mbajtën, fillova punë në radio. Fillova si regjisor i dramatizime për redaksinë e fëmijëve. Atëherë ishte shef Reshat Arbana në redaksi dhe ishin 5-6 dramatizime që realizoheshin javë, që nga teatri i fëmijëve në mikrofon, ishte teatri kukullave ose quajtur ndryshe Radio Pralla, që bëhesh me aktor, ishte dramatizimi i letërsisë për fëmijë, që jepesh 2 herë në javë.
ishte një emision shkencor, një emision e edukim patriotik, më thënë ishte goxha punë. Besoj që një lloj propagande tek ne, tek pjesa e publikut, ka lindur që me ardhjen e Ali Kelmendit, si përfaqësuesi komunistëve, dhe një shkollë shumë të përparuar të propagandës, dhe pak më vonë e Sejfullah Malshovës. Sejfullah Malshova ishte njeriu më i përgatitur nga ana ideologjike, por kam përshtypjen njëjtë shumë mirë dhe mjetët e propagandës. Mbreti Sok ka bërë dhe fjalimin e parë të hapës të radios, kuptoi fuqinë e teknologjive të reja, që ishte radio. Dhe prandaj e mori personalisht që të shprehte urimin dhe rrugtimin e institucionit ku ne jemi edhe sot e kësaj dite. Pse arriti të kuptonte nga bota dhe sidomos nga fuqia që po merrte në Gjermani, që të kuptonte fuqinë e propagandës. Pamundësia teknike e kohës do të bënte që kinostudioja të përdorej edhe për situata absurde. Në vend që të dokumentonte një vizitë vërtet historike për Shqipërinë e kohës, duhej të ndriçonte pistën e aeroportit ku do të ulej avioni i Hrushovit. I thash, do të ndryshojmë në aeroportin. Tha, nuk ka mundësi tjetër. Mora një elektricist, shkova në Rinës, kabina elektrike ishte një 200 metra larg, shtrim kablin deri tek aty ku të zbriste avioni, edhe thashe zgjidha problemin. Kalon një traktor e këput kablin. Shqyri që Hrushovi erdhi ditën sepse do të kishe pësuar. Miqësit do të ndryshonin, por realiteti për kineastët dhe drejtuesit do të mbetej i njëjtë. Nuk mungon të dora e fortë e partisë, por edhe syri vigjilenti atyre që raportonin për gabimet e bëra nga ata që drejtonin. Unë isha me shërbim, më thonë urgjent sa vjen kinostudio, lidhet byroja e partisë e kinostudios, të pushohet nga puna, të përjashtohet nga partia për mua, edhe të ikin të markazmën. Pse? Sepse, kur para se të ikja, rektori i Universitetit të Tiranës bëri një vizitë në Kinë. Edhe ishte si rregull që kur ktheheshin nga Kina, këta bënin konferenca për të treguar marrëdhëniet e shëndosha me këto dhe më të. Edhe më dërgon ai ndihmësi i tij, më dërgon një copë letër, thotë na jep një film që ta shfaqim se do vijë ambasadori kinez. Edhe unë shënova atë, i them atij që shpërndante filmin, të jepi këtë film. E morën filmin ata e shfaqin atje. Çfarë kishte ndodhur? Aty ishte një citat kinezshe, jo shqip, kinezshe i Lin Biaos. Lin Biaua ishte dënuar, por ne nuk kishim asnjë njoftim. Ne kinezët na njoftonin në ambasada kineze. Nuk kishim gjë zyrtare. Ai ishte shoku më i ngushtë i Mao Zedongit. Mora vetëm vrejtje me shënim kartën e regjistrimit. 3 muaj kam bërë një shkrim për këtë, e kam botuar në gazetë. 3 muaj peng i Lin Biaos. Radio në atë kohë funksiononte e mbështetur mbi të 3 shtyllat: informim, edukim, argëtim. Në mënyrë absolute. Dhe në qoftë se nuk plotësoi një nga këto kritere, duhet të përgjigjej ai që realizonte programin, sepse duheshin që të trija. Komunistët e filluan që në kohën e luftës dytë botërore me traktet. Traktet ishin një propagandë mirëfilli, por në atë kohë arritën me anë të trakteve të fusin një element që është i ardhur nga ish Bashkimi Sovjetik, që ishte fuqia e karikaturës. Dhe po të ndishni traktet e asaj kohë, përveç pjesëve ku kishte ngjarje madhore, vrasje ose suksese të grupeve rebele, siç quheshin në atë kohë, po të komunistëve, që ishin tekst, kishte trakte të tjera që ishin mbushur me karikatura. Për shkak të punimit në shaptilograf, këto nuk bëheshin mirë, por për shkak se populli në masë ishte i parësimuar, fuqia direkte e imazhit bënte përshtypje. Ana politike kishte rolin e vet, pa diskutim, sepse tek e fundit kjo radio i shërbente asaj politike dhe atij sistemi që qeveriste në atë kohë. Dhe nuk mund të diskutoj, për shembull, që të bëje trimin e dilje që thoshe unë nuk e bëj kështu. Unë nuk e nis emisionin në udhëheqjen e partisë dhe të shokut të Enver, po do ta nis siç dua unë. Nuk mund ta bëje dot trimin në atë kohë. Kupton? Kështu që duhet i ruajë ato, domethënë. Por përmbajtja e programit kishte rolin absolut të saj.
përmbajtja duhet ishte e shëndosh, duhet ishte edukuese, duhet kishte vlera artistike dhe kjo nuk mund të shmangej për një arsye apo për një tjetër. Ish Bashkimi Sovjetik atëherë ka pasur shkolla të jashtëzakonshme karikature dhe ato që përcindin kohën e luftës ata kanë pasur një fuqi e cila është e paimagjinoshme. Për shembull do t'ju them një element, karikaturistë tyre kryesor që ishte në luftën e dytë botërore, ishte kaq i vlerësuar sa që rroga e tij llogaritej që ishte gati njësoj sa ish liderit suprem të sovjetëve, Josip Vissarionovich Stalini. Ishte diktaturë proletariate dhe kishte rokelje. Ishte vend diktatorial, ishte sigurisht që do godiste. Përgjithsisht në fillim ne filluam me ngjarjet politike, jo me këto konferencat e partisë, kongreset e bashkimeve profesionale, të rinisë, të gruas, e tjera, vizitat e Enver Hoxhës në për Shqipëri e tjera. Këto ishin të karakterit politik, këto ishin me porosit gjitha. Të thoshe do vej Enver Hoxha Vilermend dhe do miret Axhirojës, si që ishme. Por filluan kuadrot e kinostudios të krijonin një lloj stabiliteti, të krijonin një personalitet të tyre këta regjizorët e kinostudios, më vonë kjo sigurisht. Atëre ndryshoi mënyra e xhirimeve. Filmi dokumentar për shembull që bësh tematikën e zgjidhin vet autorët. Po, çfarë zgjidhin? Zgjidhin temat që nuk kishin probleme politike. Në vitet 60-70, një medie e re po ngrihej nga pushteti i kohës, në zemër të Tiranës, me një projekt të mirë detajuar, po formësohej ndërtesa e radio-televizionit shqiptar. Kur largohesh, ikën nga shtëpia, ke bredhur, kush e di ku ke nga ke vajtur. Dhe kthehesh, ku kthehesh ke shtëpia, ke një sido që të kenë qenë rrethanat, ke një goditje emocionale. Kjo gjë më ndodh shumë herë kur kaloj këtu. Është një pjesë e madhe e jetës time. Kam ardhur në 68-ën, isha student, 23 vjeç, dhe kam ikur kur pas gati 37 vjetësh. Domethënë të kalosh jetën në këtë godinë kur gjithçka të flet, të ngacmon, edhe muret, edhe gëlqerja, po le imazhet. Kur hyra këtu kujtova për këto pikoj quhesh, se aparatur franceze që regjistron të shiritin e magnetik të filmit. Filmi u bë pjesë kryesore e jetës tonë, por ishte edhe dëshira e një grupi krijuesish për t'ju imponuar administratës së Kosovës dhe një administratë në sot rrime etiketojmë, kështu, të gjitha janë të vërteta. Por e mençur, e kuptoj që filmi është zhvillim, është autoritet, është personalitet në këtë institucion të fuqishëm të propagandës, të merësisht të fuqishëm. Televizioni ishte autoritet absolut. Ka thënë në televizion, është para në televizion dhe merrte të drejtën zyrtare. U kuptua me rezistencën tonë, me imponimin tonë që duhet të bëjmë filma, të fusim dramën, të fusim dokumentarin, të fusim elementin artistik. Dhe mendoj që administrata në këtë kuptim e kuptoj se ishe izoluar, që të kemi prodhimin tonë dhe në mbështetën. Më thërret ministri i arsimit ka qenë Thoma Deliana, ngarkoi shtetë kryetari i grupit projektimit, që të mirëni me eksperiencë në Rumani. Edhe shkoi një grup, morëm dhe një inxhinier të kinostudios, inxhinier Fari Juknin, erdhi kryeinxhinieri i televizionit që s'kish filluar akoma atëherë, punë ka qenë ky Alfred Gjufka, erdhi me ne që të mirë të eksperiencë dhe ai për shikuar, po ndërtohesh një studio televizive në Bukuresht, brenda. Edhe një inxhinier nga ndërtimit, shikonin për atelierët që si ka ndërtuar atelierët ata. Vajtëm atje, përveç kësaj punës që bëra unë për kontratët e filmit e këtë unë, kur u kthyem në atëherët ministri, tha, i drejtohet atij inxhinierit ndërtimit, institutit projektimit. Ata i ndërtojmë do të atelierët ata, si ata. Ai tha, Abazi tha, ky tha, bën porosin tha. Si thua ti tha? I tha, shiko. Unë i thash, ne jemi një gjendje të ndërtojmë si ata, por nuk jam dakord i thash i ndërtojmë si ata, sepse ata i kanë ndërtuar këto ateliere i thash që në vitet 30 me një teknologji të mbrapambetur. Bëm atë projektin, u bë si projekt, erdhi punat e pajisjet. Konkurenca është shumë pozitive, sidomos në art.
Pa konkurrencë nuk ka zhvillim. Edhe në futboll, edhe në fushat e tjera. Rivaliteti, konkurenca. Nuk duhet mëshuar anës negative që ka njeriu brenda, s'ka njeri që nuk ka negative e tia. Por njerëz të mençur, njerëz të ditur, din ta kapërcejnë dhe t'i mshojnë asaj që është produktive, që i flet shoqërisë. Dhe arti është i shumëzuar ke psikologjia e të gjithë komëve, kudo ku ka art, aty fillon paqja, fillon mendësia. Po i ka nga arti, do i kesh propagandën, do jesh i militantizuar, tërësia është edhe vetjake, ishte autocenzur, ishte sistemi imponuar. Një sistemi imponuar që krijuesit e vërtet kanë mbijetuar dhe kanë mbijetuar në sajt dëshirës tyre për të shfaqur. Edhe ku shfaqesh më mirë, në propagandë që harrohesh mbas një ditë, 2 ditë ose X, përsa në art është jetëgjatësi. Arti është jetëgjatësi. Për shembull, në atë kohë, unë kam fatin të jem ndër filmat e parë në 75-ën filmi Korrierët, me një aventurë, një 7 veta shkojmë në darë, në kushtet të vështira, për të thënë se ne mund të bëjmë një krimtari originale si që ishte filmi, por kishim filluar edhe me teledrama, me përshtatje, dhe nuk është kjo e para, por kjo është originale. Edhe pak më poshtë, paske erdhi Ulla e Shkronjeve që pati një sukses mbarkombëtar, dhe diçka një vit më vonë duket Pluma Perandorit, një film i madh. Ishte një eksperiment social shumë i madh që ti të lidhje shtresa shoqërore të ndryshme, popullata të ndryshme nga zona jashtëzakonisht të varfra dhe ti përballje me një sens qytetërimi i cili ishte kreti munguar në vendet e tyre. Kam parasysh hekurullat e para. A ka që nga gjërat më të jashtëzakonshme, sepse njerëzit për herë të parë përballeshin me një mjet komunikimi, transporti i cili ishte jo thjesht i panjohur, po thjesht i padëgjuar për ta. Pa çka se austriakët tek ne kishin bërë komo përpara, kishin bërë rrugën e Dekovilit dhe disa zona e kuptonin, por ajo ishte shumë modeste përballë trenit, që kishte fuqi, kishte zhurmë, që është një impakt i jashtëzakonshëm. Në propagandë kishte fuqin. Të gjitha këto element i bënin dhe manipulimet zyrtare ose thënjet gjysmake ja u vërtetonte forca e mjetit, forca e trenit, forca automjeteve të reja, forca e mjeteve të reja, për shkak që punonin shpërthime, po që forca e mjeteve që gërmonin. Kishte shumë pak në Maliq, por gjithsesi tregonin diçka, tregonin një erë të re, që për hir të vërtetës ishte e tillë. Bile në atë kohë, e kam thënë dhe diku tjetër, thënë, mos është çmendur Ulani, se mund ta bëj aktivitetin filmik, do të realizoj në Tiranë, ku kishte njerëz dëshmitar që kujtonin çastin e Viktor Emanuelit. Ishte i tërë grupi, por me mbështetjen e administratës. Ne pushtuam Tiranën me dekor. E cenzuruam lëvizjen, e cenzuruam gjithçka, por ishte arti që kishte autoritetin. Unë thash, duhet t'i marrëm këto pajisje i thash nga Gjermania ose nga Franca. Kisha marrë sa katalogje, se edhe unë s'kisha përvoj atërë. Kisha marrë sa katalogje. Më thonë, do shkosh në Kinë, nuk duhet vetë për qefje tash, unë duhet vetë të bëj punë. Kinezët kanë ndërtuar kinezët, i kanë këto pajisje, unë e di që nuk i kanë i tash. Atëre si do bëj? Dërgojnë tash Alfred Gjufkën, ai më prishi punë bile ky i televizionit. Thanas Nano, që ishte drejtori, kur ndërtohesh, drejtori radios atë kohë, kishte marrë fondet në valutë edhe i kishte shpenzuar gjithë fondet për kamerat që kishte blerë në Francë. Edhe s'kishte para të tjera dhe gjen variantin t'i blente me clearing, prandaj t'i bënte nëpërmjet Kinës pajisjet e tjera të ndriçimit e tjera. Dërgojnë Alfred Gjufkën në Kinë. Unë nuk vajta. Vjen Alfred Gjufku e bën fush me lule, që i bëjnë kinezët këto pajisje. I thash Alfred, ke parë gjë? Kanë ndërtuar? Kanë aparatura të kësaj natyre? I ke para po jo? Po jo, tha se kishin. Po çfarë kanë? Katalogjet. Po pse me katalogje do flasun i thash? Ata nuk donin perëndim se ishte puna që e valutë të lirë. Më në fund organizohet një takim në ministri. Thirrën dhe televizionin dhe drejtorin e televizionit atë Thanas Nanon, ministrin e ndërtimit e ministrin e arsimit e gjithë me radhë të institutit projektimit e komplet. Unë nuk po flisja, thotë ministri, se s'folet ti, thotë.
I thash, unë nuk fola se unë nuk jam dakord me asnjërin nga këta, i thash. Nëse ju nuk doni, i thash, atëherë më shkarkoni mua dhe vini një tjetër. Më thirri pas një jave prap, i thash, unë nuk e dorë, ti marrëm në Hungari, thoshti. Edhe hungarezët e kishin kopjuar ishin pajisjet e para, i kishin kopjuar nga Perëndimi. I thash, unë nuk jam dakord, nuk e firmos kontratën. Pasioni në poshtë gjithçka, edhe këto në tekstet, këto autocenzura, cenzur kishte. Por ne e dinim se çfarë ishte e lejuar, çfarë s'ishte. Për fat, mendoj që kur vinte puna ke filmi, edhe ai më skeptiku, më burokrati, ndrysh. Ai do ta bënte vërejtën që t'ishte në rregull, por kishte edhe një lloj hapësire të vogël, dali prit se kemi të bëjmë me krijimtari. Në përshtypjen time krijimtaria është respektuar. Varet nga niveli i krijuesit. Ka krijues që ishin mediokër dhe ata kudo, edhe në një sistem tjetër që do vi që se njohim ne, përsëri do të jenë militantë, do të servilosen. Po krijuesi me dinjitet, krijuesi serioz, e ka të vështirë që të thotë yes sir. Politika e jep të ndikimin e vet. Ne në atë kohë u bë festivali i 11 i këngës në radio televizion. Dhe disa prej punojësve këtu, domethënë u larguan. Disa u larguan më larg, ikën më larg, disa të tjerë këtu rreth rrotullt po shkuan në institucione të tjera më pak të rëndësishme, ose disa edhe në prodhim, shkuan edhe në prodhim. Disa u qarkulluan në kuadër të luftës kundër liberalizmit. Dhe natyrisht që kjo ndikonte edhe në frymën e përgjithshme, edhe në ndjesinë e gjithë secilit nga ne. Dhe ne në atë kohë nuk mund t'i shmangeshim dot kësaj. Firmën e kam unë, tash, unë kam sedrën time profesionale, tash, nuk e firmos. Nuk morën mas, unë një inxhinier tjetër, e firmosi atë të Hungarisë, 10 vjet gjyqje me Hungarinë, ato pajisjet bënin zhurmë, edhe shpenzuan 2 fish, edhe pajisjet bënin zhurmë. Ne kishim një shef redaksie, ndjes pas se ka ikur, ai për të qenë brenda, se ishte edhe sekretar partije, për të qenë brenda, tha, të gjithë që janë, tha, dramatizimet e autorëve të huaj, të gjitha që janë, tha, do të zhduken. Do t'i eliminojmë. Mirë po aty ishin autorët më të mëdhenj të botës, duke filluar që nga Shakespeare e të tjerë me radhë. Kupton? Unë me Niko Kangjerin, kolegun tim, bëm një budallëk, për kohën ishte një budallëk, sepse duke në ardhur keq për ato vepra që nuk realizoheshin dot në çdo kohë, për ato gjëra që ishin krejt veçanta, atëre shkuam atje poshtë ku ishin ato materialet arkivore, ishin atje në për ato labirintet atje, merr nga ato bobinat atje, edhe fut poshtë atyre tubave, bobinat ashtu të dramatizimeve, i futëm, i fshehen atje ku mundëm ashtu, edhe i lam atje. Ishte një institucion që shumë kush e dëshironte. Kushdo që aspironte një karrierë dhe famë në ekran dhe pas tij, apo edhe në mikrofonin e Radio Tiranës, e shihte me zili nga jashtë dhe synonte të hynte brenda. Natyrisht, që jo kushdoja dilte. Kishte autoritet absolut, ishte institucioni numër 1 i propagandës, dhe çdo gjë që thuhesh në televizion ishte zyrtare. Ka dalë në televizion, është thënë në televizion. Edhe ne që ishim të artit, që nuk ishim direkt të politikës, ishim në këtë trysni e televizionit. Ishte një televizion, ishte i vetmi në të gjithë Shqipërinë, kishte autoritet absolut, edhe vëmendja e politikës së pushtetit, dhe njerëzit që mbështesin ishte këtë televizion. Artistët janë më të predispozuar të shikojnë gjëra futuriste në punët e tyre. Dhe unë besoj që një pjesë e tyre nuk është thjesht se përdorin të shërbenin regjimit, pashka se një pjesë e tyre ka shërbyer regjimit mirëfilli. Po një pjesë e tyre besonin që po vinte një erë e re për Shqipërinë, dhe ata duhet ndihmonin sa të mundej që kjo të përcillen. Ishte në televizion, ishte nder, nuk ishte kështu, po në televizion. Kishte autoritet. Filloi në një vend, Shqipëria ka qenë shumë e prapametur.
Unë jam dëshmitari i hershëm në 59 kur kam ardhur në Tiranë, këtu ku është opera, sot ishte pazari i vjetër. Është një, të themi gjërat realisht, është një vend ku nallanet dëgjohen, ku qeleshet shikohen. Është një vend shumë i propambetur, Tirana. I lem ato godinat që kishte sjell Italia dhe kishte sjell një emancipim për punën, për arkitekturën, mendësia italiane. Kino Studio Shqipëria e Re dhe Radio Televizioni Shqiptar ishin padyshim organet kryesore të propagandës. Mirpo, edhe pse kishin të qartë se punonin për një medje të tillë, krijuesit ishin të bindur tek ajo që bënin. E bënin me devotshmëri dhe vetmohim. E sot, kanë sinqeritetin të pranojnë pa druajtje diçka të tillë. E bëni me pasion shumë të madh. Me pasion. Unë isha student, si që jenë atë moshë kështu. Jemi në vitet 65-70, kur në botë ka një lëvizje për lirinë e mendimit, lirinë seksuale, tjera, reflektohen, kur jem moshatar. Nuk e ditë thash me kohë e Beatlesa, Bee Gees, Let It Be ishte në filozofinë edhe tonën. Po kur vinte puna në ekran, ti do ishe me përgjegjësinë e madhe se do të bëje një vepër që do të shumësohesh, që do të kalonte në publik, nuk ishte në tavolina private. Dhe them kur kam vajtur, isha student ke ITET-in në Bronx, shfigurë një komisarit të luftës. Unë mendoja ta bëja sa më mirë ata, jo të dalë tani edhe më mbrapa të jo, po unë kam vajtur qendrim, janë të gjitha them me një lehtësi ose gënjeshtra. Por nuk dua të akuzoj asnjë. Unë di të them që kam punuar me përkushtim shumë të madh që ta bëja me sa më mirë, më shumë dignitet. Pavarësisht se s'kishin përvojë kinematografike, se është ndryshe xhirosh në teatr, interpretosh dhe ndryshe në kinematografi. Se në kinematografi xhiron episodin e fundit, pastaj do xhirosh mesin, pastaj ndërsa në teatr e ke vazhdimsinë që nga fillimi deri në fund. Nuk kishin mësuar aktorët tanë që të kishin një unitet në interpretim. Megjithatë prapë nuk ishte interpretimi s'ishte shumë i keq, po filmi shumë i dobët. Ky ishte filmi i fundit që u xhirua me rusët. Edhe nuk bëm marrëdhënie të tjera, u pren marrëdhëniet në 6 vjet. Dhe zhvillimi erdhi gradualisht, po erdhi një zhvillim i fuqishëm. Nga vitet 60 deri në vitet 80-85, Shqipëria ka pas një boom në artistik, edhe ekonomik, në nivelin e këtij vendi të varfër, që vazhdojmë të jemi shumë të varfër, jo të varfër, shumë të varfër, krahasuar me të tjerët. Gjithmonë kemi qenë në fund, por boomin artistik që ka pasur në letërsi, në kinematografi, në pikturë, në muzikë, janë 60-85. Dhe di pse ndodhi kjo, sepse në 60 nuk thyen shumë kuadra të përgatitura jashtë shtetit. Nga një vend që kishte me kokra të përgatitura në perëndim, në Austri, në Francë ose në Itali, që ishin me kokra, disa intelektual, pas kësaj u shumësua, u masivizua. Dhe dha rezultate, u hapën universiteti, u hapën në degët e artit, po themi të teatrit, të muzikës, të pikturës, dhe këto i japin një kombi, arti gjithmonë ja hap informacion, ja hap aktivitetin intelektual një shoqërie. Ka një regjim të caktuar, një sistem ekonomik dhe një plan social. Këto janë 3 kolonat. Dhe në momentin që ne ishim në këtë klasë, domethënë ose ishim në këtë realitet, këtë regjim kishim. Ishte një regjim komunist, për mua ishte regjim socialist, komunist është pak utopike ta thuash, dhe problemi ishte për të kthyer vendin nga pjesa bujqësore në pjesën industriale. Ky ishte sfida më e madhe e socializmit. Dhe për këtë një pjesë e këtyre njerëzve, duke parë dhe barierat asaj kohe,
Sepse duhet të jemi koshien, ndarja e lindjes me Perëndimin nuk ishte kene, ishte shumë e madhe, ishte e përbotshme, dhe ne modelet kishim modelet slave, modelet ruse. Radio Tirana në 61-shin transmetonte gjithsej 8 orë program. 2 në mëngjes, 2 në drek, 2 në darkë, 2 në ashpër dhe kaq ishte gjithë programi. Në 61-shin erdhi drejtor Thanas Nano. Dhe Thanas i mblodhi intelektual të Tiranës dhe të Shqipërisë, i mblodhi gjithandej njerëz të shquar nga fushat ndryshme, u konsultua me ta, si mund ta bëjmë, çfarë mund të bëjmë, ky është andej, ky është këtej ashtu. Dhe u krijua një platformë, u hartua një program i gjerë dhe një vit më pas, Radio Tirana kaloi nga 8 orë u bë me 19 orë transmetim. Nga ana tjetër, në kinostudio lindi nevoja e rritjes, zgjerimit dhe modernizimit të aparaturave. Vërtet kishte lindur televizioni dhe kronikat tashmë ishin më të shpejta, por forca e filmit artistik mbetej po ajo. Ndaj duheshin më shumë studio. Drejtori i kinostudios donte ta ndërtonte aty se ajo mania për të patur këtu domethënë. Ndërsa unë shikoja anën profesionale. Unë propozova ku është kjo, që thonë, Komuna e Parisit sot ajo. Ma ta nishe ka qenë një kanal aty. Pse e propozoja atje? Sepse filmi artistik kërkon disa kushe, kërkon dhe eksterierin. Sa të bredhesh në Shqipëri, për Shqipëri ti kesh aty të gatshme. Aty ishte në stacion elektrik që mund të bëje pika furnizimit e energjisë elektrike në çdo qoshe për të vendosur projektorët. Edhe më thot mua Sfiro kolega, thot, pse e ngre këtë problem? Edhe unë ja thash për këtë arsye. Se artistiku nuk është dokumentar. Artistiku kërkon, atje mund ndërtohen dhe dekoret jashtme, i thash. I ndërton, vetëm ndryshon fasadat për këto. Aje më kuptoi, në fakt. Tha, ketë drejta se kur kemi bërë kino studion e këtu, tha, sovjetikët këtë problem ngrinin, tha, që atëre ishe periferi e Tiranës kino studio, si ishe zgjeruar ndej, që nuk duhet jetë. Po ajo ishe filmeve dokumentar, filmi artistik ka kërkesat tjera. Pas një jave, sa u vu firma, pas një jave na vjen urdhri pezullohet. Pse? Mehmet Çeo thot, është kundra, thot. Po pse është kundra? Ishe parë filmin që kemi bërë ne kjo Dasma, filmin Dasma dhe nuk e kishe pëlqyer filmin Dasma dhe me si kishe Mehmeti që në revolt e sipër, atje ta ndërtoj. Unë tash s'kishe çfarë bëje, se Mehmeti si vija dot. E i vetë Spiros, i thashë shoku Spiro, i thashë po. Shoku Mehmeti i thashë në një moment kështu e ka patur, i thashë prandaj thoja, i thashë që mas bëjmë gabim se ndërtohet një herë për gjithmonë, nuk ndërtohet kështu. Nuk i vete u mua Mehmetit, tha. Edhe u ndërtua aty. Kishte reglën kryesore, kishte portavoqen e tij, tellallin e tij, kishte televizion. Ishte domosdoshmëri, shkonin sinkronat. Nevoja për propagandë, po edhe dëshira e këtyre, ishte nder të punoja në televizion, dëshira e këtyre njerëzve që përzgjidheshin, nuk hyje kështu. Rresht, është vërtet, luftë e klasë, lufta politike. Shqiptar, servilizëm në nështrim ndaj të madhit, ndaj politikës, përse këtu justifikohet me mendësinë që janë nevojtare, kush nuk është nevojtar, ai punëtori në Varshavë, në Poloni, nuk është nevojtar ai në Prag. Njerëzit janë një lloj, kudo, kanë një ligj fiziologjik. Ndryshojnë mënyrat e menaxhimit politik të administratës. Dhe këto e kanë në dorë vetë psikologjia kombëtare. Ti je një kombë që e pranon të thuash po, kjo është fatkeqësi. Nuk ishte vetëm krijimtaria e cila natyrisht ishte mjaft e pasur për kohën. Lindi nevoja që ajo të ruhej, sepse kushtet në të cilat mbahej ishin të papranueshme. Abbas Hoxha edhe këtu merr një rol protagonist. Unë në vitin 72 bëra një shkrim në gazetën Zëri i Popullit, do të na duhet shumë film arkivi. Pash gjendjen skandaloze që ishte arkivi, që binin pikat e shivut mbi kutijat e filmave e tjera. Edhe unë e kam vlerësuar traditën sepse ajo është histori e vendit, histori e gjallë e vendit. Edhe bëra një shkrim me një duf, si thua. Edhe
Përmendja, mere me mend të si kur të kishim ata patriotët e dikushim në film sot. Kemi një fotografi dhe kujtojmë se çfarë kemi, po si kur të kishim e tjera, bëja të analogjë gjëra tilla. Ajo prit shumë mirë. I kuptonin ca gjëra atëherë, dëgjon. Zëvendës kryeministër ishte Xhafir Spahiu, atë. Sa u botua artikulli, po atë ditë në orën 10 mbledhje urgjente në kryeministri. Tharet ministrat, drejtorin e përgjithshëm të kësaj të zjarfikësave të policisë e tjera me radhë, edhe u jep urrë të prerë. Se i thash, po ta lëm kështu këtë fond, ky fond do na shkatërrohet, kjo është histori e vendit. Ngrije unë aty si problem. Edhe ngrije edhe problemin tjetër, që ky arkiv nuk duhet të jetë një arkiv thjesht një depo për ta mbyllur në qeles. Ky duhet të shërbej, pra duhet të jetë edhe një shkollë për kinesteri. Ky duhet të jetë burim studimi për studiusit, për historianët, për shkrimtarët, për gjithë që shikojnë të formizohen nga kjo. Do të ngrija të dyja gjërat, jo vetëm depo që të kishte kushte teknologjike, po dhe të kishte edhe mënyrën e aksesimit të njerëzve që do ta shfrytëzonin këtë. Më thret zëvendës kryeministri pas se si bëri këtë mbledhje, edhe më falënderon. Do të ke ngritur një problem shumë të rëndësishëm të. Edhe dha urdhër që ndërtohet më njëherë arkivi i filmit. E gjitha nisi në vitin 1947, atëherë kur Këshilli i Ministrave të asaj kohe vendosi të shtetëzojë të gjitha kinemat private. Bashkë me shtetëzimin e këtyre kinemave private, u quajtun pasuri shtetërore, të gjithë materialet të cilat qarkullonin dhe shfaqeshin në kohën përkatëse në qytetet e Shqipërisë. Dokumentarin e parë shqiptar e kemi të vitit 47, ku është, le të themi, i përket direkt personit të cilit vendosi të ndërtonte këtë, le të themi, këtë fabrikë të madhe të imazhit në pelikull, ku sigurisht i shërbente kohës së cilët ne ndodheshim. E vini në plan, e hiqni nga plani për të ndërtuar për projektin. 15 vjetë kam luftuar që të ndërtohesh ai arkiv, kam bërë vetë teknologjinë e gjithë me rrja deri natën vonë, të harrova familjen që mirëshja me ku të gjeja në një burim si e ndërtuar arkivat e botës e tjera me radhë. Më në fund, erdhi dhe problemi i ku do ndërtohet. Unë isha kundër që të ndërtohesh aty ku është. Aty ishte qendra e autobusave, pluri, ishte depot e karburantit e tjera me radhë. Do të thënë në vend komplet i papërshtatshëm. I bëj një letër, e kam atë letrën, e ka arkivi i shtetit, ma kanë dhënë kopjen. I bëj kryeministrit, këtij Adil Çarçanit. Adil Çarçani ishte të mirë kuptonte, por ama po të shikosh letrën praktikisht është një presion që i them në fund do përgjigjeni para historisë nëse do të ndodhë ndonjë gjë me këtë fond që kemi ne këtu sot. Brenda ditës, ai dha urdhër me njëherë të mirën masat, ka qenë vitit 87, më duket, po 87 apo. Edhe e lexon atë dhe i thot Teftat Samit. Je dakord, i thot dakord, jam, më tha, jo, po ne kemi probleme fondesh, dhe kemi edhe probleme në bibliotekës e këtë. Je dakord apo si je dakord, i tha. Se po këtë kohë më ka dërguar kryeministri apo sa vat. Dakord jam. Me njëherë të vendoset në plan. U vendos, filloi projektimi edhe filloi ndërtimi i arkivit. Në godinën që ne ndodhemi sot, le të themi, kanë filluar ndërtimet e saj rreth viteve 88, 87, domethënë është një vit të cilin nuk kemi të përcaktuar qartë, nga ndërmarrja e ndërtimit e cila ajo merr me gjithë ndërtimet, le të themi, shtetërore e 21 dhjetorit, dhe pastaj ka psuar ndryshimet e saj. Në fund erdhi puna e pajisjeve të arkivit. Edhe ato kostonin shtrenjtë. Për herën e parë që kam importuar në Shqipëri janë ato rrafte televizëse me komandë. Edhe bëjmë porosin në Suedi. Se atëherë kishim marrëdhënie me Suedinë e pajisjet, sidomos kondicionimin e ajrit. Vjen oferta, më thorasën mua, ka ardhur specialistat suedezë, thotë do firmosit kontrata. Shikojën kontratën, pajisjet u futur në grup. Kondicionerët, pompat, ftopësit, sinjalizimet e tjera, shumë kaq, pa detajuar. Nuk e firmos këtë kontratën. Vetë të takojnë ata bashkë me grupin e projektimit të institutit, që varesh ka Klement Kolones. Duket ishe njoftuar Klementi edhe na del përpara, aty ku është ekspozita Shqipëria sot, aty mbrapa më veshin takimet me të huajt.
Del Clementi aty dhe thotë, shiko, thotë, ne kemi interes, thotë me suedezët, thotë, duhet ta firmosën këtë kontratën. Unë kontratë në tymi, thashë, nuk firmos me, po ai si që mësuar që ti kundërshton të Jerin, ja, dhe të ndrien Verhoxhës, ja, dhe kishin frikë të gjithë. Tha, ti nuk ka shu, po unë këta të mitë, tha, projektusit i urdhroj, tha. Ti mund të urdhrosh ata i thash, po para ti kam unë, tha, se unë jam investitori. Prandaj unë nuk firmos kontratë tjetër. Shkoni bëni një kontratë tjetër. Më në fund erdhi kontratë tjetër që u bë detajuar. Arkivi qendror shtetëror i filmit sot kryen funksionin për të cilin u krijua. Jo vetëm ruan, por edhe edukon brezat me pasurinë që mban brenda. Studiues, kinas të rinj, por edhe shkolla të shumta janë vizitor të përhershëm të mjediseve të tij. Ky institucion është një ndër të vetmet që ne kemi. Memoria filmike e tij sigurisht që shkon lidhet gjithçka me imazhin të cilin ne kemi, imazhi i vetëm të cilin ne kemi për Shqipërinë, për vendet, për rrethinat, për jetën shoqërore, sociale, politike të tjera. Domethënë, ku ka një memorie tjetër e hedhur në celuloid, që gjendet dhe ajo gjendet në arkiv. Prandaj dhe arkivat e filmit janë të rëndësishëm. Është një memorie e cila nuk e tjetërson dot. Nuk është një fjalë. Imazhin nuk kemi çfarë i bëjmë imazhit, nuk e tjetërsojmë. Ashtu sikundër dhe fjalën, por le të themi që imazhi është ai më i paprekshmi, të paktën deri më sot, në të cilin ne nuk luajmë dot. Sa firmosën kontratën edhe bëj telegram atyre, ju them që nisni pajisjet, që zakonisht duhet qelësh kredia njërë. Alarm më thërret mua, ka qenë Alfred Tuçi, atyre Ministri i Kulturës, më thërret, të çfarë bërën më kështu, thotë. I thash, po mirë, po ky arkivi pa pajisjet do të rritash. Që bëra asgjë, kontratën që firmosën dhe firmosën. Po jo, tha, po duhet qelësh kredia. Po çfarë ka këtu? Po s'ka fonde, tha, s'ka qeveria fonde. Atë nuk e di, unë nuk mirë me atë funi, thash. Regjisorët dhe krijuesit e dikurshëm të radio-televizionit shohin me nostalgji të shkuarën. Kohët kanë ndryshuar dhe për ta është e vështirë të pranojnë këtë fakt, edhe për institucionin që dikur ishte i vetmi në Shqipëri dhe në hapësirat shqipfolse në botë. Mbas shumë vjetësh, nga viti 2002-2003 isha kryetari i sindikatës institucionit këtu, edhe luftonim shumë kundër drejtuesve. Atëhere u kujtova që, mundet ta kisha psuar, mundet edhe të kisha ikur edhe unë si shumë të tjerë, më fusin një letër poshtë derës. Dhe lexoj atje, ish spionët e radio-televizionit shqiptar. 2003-shin. Ish spionët ishin 57 emra atje. Dhe natyrisht që u befasova se pash edhe ca njerëz të cilët nuk e besoja dhe i kam nderuar e respektuar gjithmonë. Shumë nga ata emra i kam të regjistruar, i kam këtu edhe ashtu po. Koha ka bërë të vetën edhe. Pikonin që ndërkohë që këtu tek ne bëshin propagandë shumë e ashpër, dhe ishte e vërtet, sepse kishte një inflacion shumë të madh në Serbi, por qendra nuk ishte katastrofike siç po është këtu. Ata filluan të bënin një llogari shumë të thjeshtë të avantazhit që kishte ish Jugosllavia dhe Kosova me Shqipërinë. Unë besoj që elementi propagandës rran nga vetë propaganda, nga largimi i jashtëzakonshëm me faktet dhe nga manipulimi i fakteve që njerëzit i shikonin para syve. Dhe besoj kjo i dha dërmën. Me një të shkuar të lavdishme për shkak edhe të pozicionimit unik në hapësirën shqiptare, por edhe mbështetjes pa kufizime të aparatit të dikurshëm shtetëror për më shumë se 50 vjet. Këto institucione arritën që në një mënyrë një tjetër të informojnë dhe argëtojnë shqiptarët sipas mundësive të kohës. Këtu në Shqipëri si model ka qenë Italia, pa nuk është Italia në botë, por Shqipëria atë ka pasur fanarin ndryshues për sa i përket televizionit. E pat para 2 javësh se kush ishte pritja që i bëri publiku italian në Sanremo, figurave të tyre, Gianni Morandit, Massimo Ranierit dhe Albanos. Ku i ke këto? Ata dalin rregullisht, shikojti për natë në për televizionet e Italisë. Këtu është gjithçka e pamenduar, gjithçka është spontane, gjithçka nuk është serioze. Kanë qenë disa studio ku nuk merrnin dot frym nga puna, nga aparatura, nga rregulli, nga ajo hije që kishin kur hyje brenda tyre,
që nga studio 1, 2, 3, 4, studio 5 e katit të tretë, studiot e transmetimit, studio kamerale e teatrit, studio kamerale e muzikës, studio e madhe e muzikës e orkestrës. Do më thënë, ishin disa studio ku nuk merej do të frym, nuk pushoje dot, përveç llogarive tjera të montazheve. Ishin disa studio montazhi ku punohej për dramatizimet, ku punohej për kronikat, për reportazhet, për punimin e muzikës, një seri gjërash të tjera. Arti të rrit personalitetin, politika të çpersonalizon. Politika është gati si pjaneci. Një njeri që pi është i personalizuar edhe në familje kur vete, edhe fëmijët i kthejnë krahët. Dalja e televizionit e vuri disi në vështirësi radion. Dhe më mbrapa dalja e celularit ka vënë në vështirësi gjithçka edhe vetë televizionin. Sepse me atë celularin e vogël ke gjithçka aty brenda. Por megjithatë, ai nuk mund ta zhduk dot rolin e radios, sepse radion ke komoditetin e madh për ta ndjekur kudo dhe në çdo kohë. Në këtë kuptim, radioja nuk e humbet rolin e saj. Të tjerët nuk merren, unë ata janë televizionet të sponsorizuara nga parat, të cilat nuk është as dëshira ime, as kapaciteti, as aftësia ime të gjykoj për ato televizione. Unë nuk di sa i paguajnë taksat nëse i paguajnë. Po televizionet të cilët e investojnë kur kanë mundësi për gjëra shumë fast food, jo për gjëra serioze, digjitose. Edhe ato televizione. Radioja pati shansin që qau e para në këtë fushë. Dhe natyrshëm, ata e shfrytzuan edhe për interesat e tyre. Dhe kjo është e natyrshme. Nuk ka si shpjegohet. Ne i shikojmë sot këta politikanë të ashtu quajtur modern, të ashtu quajtur njerëz, do më them, të kohës, që vrapojnë mbas kamerave të televizioneve, që të japin një intervistë dhe të thonë mendimin e tyre, duke sharë kundërshtarin ose duke lavdëruar atë mikun e tyre duke sharë. E tillë është politika këtë punë bëndën, po kështu që edhe ata e kishin kuptuar dhe prandaj ata, po duke qenë mjeti i vetëm i komunikimit masiv, natyrshëm që ajo kishte rol të jashtëzakonshëm. Jo çdo gjë ishte propagandë. Kishte ngjarje dhe fenomene të cilat ndodhnin për shkak se ashtu besonin protagonistët e tyre. Ata që jetuan dhe punuan atë kohë, nuk duhen bërë gjithnjë fajtor. Izolimi, mundësitë e pakta, forma e regjimit e shumë faktorë të tjerë bën që këto institucione të mbështetnin realitetin e atyre 50 viteve. Më pas, erdhën kohë të tjera. Disa prej tyre pushuan se ekzistuari. Të tjerat janë përshtatur me kohën dhe vijojnë të punojnë edhe sot.